70% krahasuar me vitet paraprake. Vazhdoj me informacionet e tjera, policia ka realizuar një operacion antidrog në rajonin e Mitrovicës së Veriut, duke parandaluar transportimin e sasijet e konsiderueshme narkotikësh. Policia ka ndërmarrë aksionin e koduar shtegu në pikën kufitare të Jarinës, pas marrjes së informatave për një automjet të dyshimt me targa serbe. Gjatë kontrollit të automjetit të tipit Mercedes A-Class, u zbuluan 30 pakot që përmbanin substanca të dyshuara narkotike të llojit marijuan. Pas hapjes së rezervuarit, janë gjetur gjithsej 30 pakot të mbështjellta me folje transparente që përmbanin substanca të dyshuara narkotike të llojit marijuan. Pesha totale e sasisë konfiskuar është 32.4 kg, thuhet në njoftim. I dyshuari me inicialet N.M nga Beogradi është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë, ndërkohë që hetimet për rastin vazhdojnë.